që prania e tij është e sigurt këtu midis nesh. E falenderoj Zotin, motra, vëllezër, aleluja, për fjalën që Zoti na dha nëpërmjet vëllezërve. Gjithë secili, motra dhe vëllezër, aleluja, ka për të sjellë veten e vet përpara Perëndisë. Ka diçka, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne na pengon, motra dhe vëllezër, aleluja, që vepra e Zotit të bëhet qoftë në jetën tonë personale, qoftë në familjet tona, vëllezër, aleluja, qoftë në bashkësitë tona. Prandaj, vëllezër, gjithë secili, ashtu siç dhe fjala e Zotit, motra dhe vëllezër, na foli, nuk i bën keq njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse ne pendohemi. Për ullësia është ajo që do të na bëjë vërtet ta shijojmë Krishtin. Atëherë do të shohim vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, se si vepron Zoti. Atëherë do të shohim vërtet dhe do mrekullohemi kur të shohim veprën e Zotit. Vepra e Zotit nuk është nga ne, motra dhe vëllezër. Ne vetëm mundet të shkojmë përpara Perëndisë dhe t'i themi: Zot, falë shërbetorin tënd, Zot. Falë më mua shërbetorin tënd, Zot, aleluja. Nuk kam ecur si ke dashuri, Zot, ka gabuar. Gjithë rreth dëshmitarësh që ne kemi në fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, janë për ne, që jemi në kohët e fundit, që ne të kuptojmë sepse lufta është shumë e madhe në këto kohë, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj janë gjithë këta dëshmitarë që na sjell fjala e Perëndisë, jeta e tyre, motra dhe vëllezër, është mësim për ne, që ne të qëndrojmë deri në fund, vëllezër, aleluja, sepse e vështirë është rruga, por të çon në jetë të përjetshme. Për këtë jemi thirrur, vëllezër, aleluja, dhe do të qëndrojmë deri në fund. Zoti është ai që do ta bëjë këtë vepër. Ne vetëm duhet të shkojmë në Zot, motra dhe vëllezër, dhe t'i themi: këtu jam, Zot, aleluja. Fryma jote shenjtë, Zot, dua të më drejtoj. Fryma jote shenjtë dua të më jap forcë, sepse vepra është e Zotit, vëllezër, aleluja. Dhe atëherë ne do të shohim veprën e Zotit në jetën tonë dhe do mrekullohemi. Amin. Zoti ta bekoj këtë takim, motra dhe vëllezër, Zoti të bekoj vëllezërit